Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Allahun xhalla wala falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun xhalla wala që këto takime të bëjnë të dobishme, të frytshme për ne në këtë dunja dhe të shpërblyera ditën e takimit me të. Të nderuar vëllezër, jemi sot në ndajën e radhës dhe do të vazhdojmë me librin Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Dhe deri më tani kemi kaluar, domethënë, gjysmën e librit, alhamdulillah. Në qereku i parë dhe qereku i dytë ka përfunduar. Tash jemi tek qereku i tretë. Në këtë pjesë të tretë, autori në esencë, Imam Ghazaliu rahimullah, pasemërisht ata që janë marrë me këtë libër, e ka përmend në këtë pjesë gjërat që realisht e dëmtojnë dhe e shkatërrojnë besimtarin. Në para ka qenë çështja e adhurimeve, çështja e dytë ka qenë e zakoneve të përditshme, si organizon përditshmërinë besimtari, dhe e treta tashmë është gjërat e rrezikshme, gjërat që sjellin probleme në jetën e besimtarit. Pastaj pjesa e fundit e kalon qëllimisht që të jetë një lloj përfundimi i mirë i librit, që është munxhiat, ato që të shpëtojnë edhe ato që të nxirrin nga telashet. Këto janë dy kapitujt ose dy qerekat e fundit. Qereku që do të marrim ata është, sikur thash, domthon el muhlikat, ato që janë shkatërruese, ato që janë rënuese, ato që janë probleme serioze në rrugtimin e besimtarit tek Allahu te bareka u taala. Këtu ka përmend disa vepra të caktuara, sjellje të caktuara, por kryesisht gjitha këto probleme sillen rreth zemrës. Prandaj autori këtu në këtë kapitull mirret shumë me çështën e zemrës. Mirret edhe me çështje tjera normal, sikurse është sjellja e mirë, edukata, nga se në kuadrët e edukatës ka probleme që e shkatërrojnë besimtarin e kështu me radhë, mirë po prapë rikthehet tek çështja e zemrës. Dhe problemet kryesore që njëri me to ballavaçohet në kësaj bote. Sa janë ato kryesoret që njerëzit më shumë i pengojnë dhe e shkatërrojnë më shumë, mirret me këto çështje dhe si duhet me i trajtu dhe si duhet me i të i kalu. Në kapitullin e parë të këtij qereku fillon një kapitull që quhet domthon Ajaib el-Qulub, domthon çudit e zemrës. E ka quajtur çudit e zemrës Allahu alem, por për faktin se zemra të ndërrozur ka një pozicion të posaçëm, ka një rol të veçantë. Rreth zemrës bën betejë të shumta. Zemra ka reagim interesant. Gjithë këto e bëjnë si organ të çuditshëm, interesant, që me ta sikur ta ndërlidhen çështje shumë të mëdha. Në fillim autori përmend disa rreshta në lidhje me rëndësinë e zemrës, rolin e saj, detyrat e saj, pastaj edhe kalon tek një problem kryesor dhe pengesë kryesore që i del zemrës përpara. Dhe pastaj vazhdon tutje edhe me kapitujt e tjera. Thotë në fillim, i'lam anna ashrafa ma fi al-insani qalbu. Dije se ajo që është më e ndershme, më fisnike tek njeriu është zemra e tij, që është më kryesore, ajo që njeriu e bën njeri, ajo që i ngrit tek Allahu xhallahu zemra e tij. Ç'ka është? Sikur se ka në hadith pejgamberit se Allahu xhallahu shikon në zemrat e njerëzve, nuk shikon në pasuritë, as nuk shikon në, domethënë, në pozitat e njerëzve, as nuk shikon në pasuesit e tij, por shikon në, domethënë, në zemrat e njerëzve dhe në veprat e tyre. Pastaj thot fa innahu al-alimu billah. Zemra është mjeti me cilin njihet Allahu te bareka u taala. Do me zemrën e Zotit xhallahu ala, nuk mundesh me njoft ndryshe. Nuk njihet Allahu azza xal me asnjë gjymtyr tjetër përse me zemër. Allahu xhallahu ala ka zemrës këtë mundësi që përmesoj mu njoft Allahu azza xal. Dhe kjo është mjaftueshëm me tregu se sa është zemra e rëndësishme. Do kujdesi për zemrën është kujdesi për me njoft Allahun azza xal. Shkujdesi ndaj zemrës është realisht edhe largim nga mundësia me njoft Allahun te bareka u taala. Thot edhe gjithashtu zemra është ajo që e orienton njeriu me punu për Zotin. Shikoj, me njoft Allahun dhe me punu për Zotin.
s'ka veç me punu edhe gjymtyr punojnë, edhe goja punon, edhe vesh punojnë. Po kush i orienton këtu me qenë për Allah, vetë zemra. Nuk mund me kon gjuha sinqert. Gjuha nuk din çka sinqeriteti. Nuk mund me kon pran syni sinqert. S'ka mundsi dora, s'ka mundsi me kon sinqert, nuk din. Andaj dora punon. Për shembull, duhet me qut durën do njëri lëvizje, apo të jap urdhën trunit dhe i çon durt. Po kjo është lëvizje mekanike. Aja që i jap kuptim ngritjes së durrëve, sa është dua për Allahun, sinqerisht, mu lidh këto procese kush i bën? Zemra, si bën dora apo. Dora është vetë proces mekanik apo. Këm bën që ashtu. Veshja që ashtu, këto janë këto mekanike, këto janë këto procese, domthonjë që realisht mundsojnë praktikisht me u jetësu një adhurim. Por esencën e nështrimin dhe Allahut azza kush e ka? E ka zemra. Me shikoni, edhe me njoftë Allahun, edhe me përullu Allahut azza, edhe me i orientu punë ka Allahu xhalla xhelalu që të jenë sinqerta dhe me dhon kuptim veprimet e caktuara që nga një veprim realisht teknik, praktik, i pa kuptim të shëndohet në adhurim kuptim plot, këtë proces e bën veç zemra. Thot gjithashtu edhe zemra udhton ka Allahu azza. Normal. Njeri nuk shon me kom të Zotit as me dorë as me kurrë, por udhëtimi tek Allahu bëhet me zemër. Prandaj Allahu xhallahu ka thënë illa man ata Allah bi qalbin salim. Përveç ai që vije tek Allahu, do të vije ka ardh, do zemra ka lëviz tek Allahu azza, dhe se kjo zemër ka shkuar tek Allahu e pastër, atëra kjo është treguese ka shpëtuar ky njeri. Gjithashtu tek al-muqarrabu al-mukashafu bima inda. Edhe kjo është ajo që Zoti afron. Në Zoti kur thosh për shembull i afërt me Allahun, kush? Fizikisht si afërt me Allahun azza. Fizikisht nuk afrohesh me Allahun xhela xhela. Apo ose për ju ka afruar dora. Jo. I afërt me Allahun është zemra. Në zemra afrohet dhe zemra largohet nga Allahu xhela xhela. El-mukashaf bima inda. Këtë mukashaf është një drejgje ku Allah ja mundson robët me i pa disa gjëra që rëndom nuk shihen ato. Në sytë e ballë nuk shihen ato sana. Po ja mundson me pa me sytë e zemrës ato. Për shembull me pa një punë të keqe, me pa për shembull apo nganjëherë ndoshta edhe me diktu njeriu deri dikun se çfarë qëllimi ka kështu më radh janë do sytë brendshëm. Që është që mund të jetë i sinqert, nuk është i sinqert, apo me pa për shembull në pasojat e punëve që nuk shihen në fazën e parë të tyre e shumë tjera, kush isha këtu? Isha me zemër, nuk isha me sytë e ballit apo. Prandaj ato që mundson të shihen për te shqisës së të pamurit me sy është veç përmes zemrës apo. Wa inma al-jawarihu atba'un wa khadam. Gjymtyrët janë vetëm pasues dhe shërbëtor, kurse më shumë. Gjymtyrët i shërbejnë zemrës, domthonë i përdor zemra për shërbimin e saj, sikurse i përdor mbreti robët e tij apo. I përdor ata që i kanë në pushtetin e tij, çashtu zemra i përdor gjymtyrët e njeriu tonë. Andaj thot autori, "Wa man arafa qalba, arafa rabba." Kush e njeh, domthonë zemrën e tij e njeh Zotin e tij. Njohja e zemrës të vëllezër, çka nuk kupton? Njohja e zemrës nuk kupton me njoft rolin e zemrës. Me njoft pengesa që në rrugtimin e zemrës apo. Me njoft problemet e zemrës, me njoft adhurimet e zemrës, me njoft smundjet e zemrës. Nëse përmes sa njëri i njeh dobësitë e veta, i njeh problemet e veta që i ka. Sa më tepër kemi njohuri në këtë pjesë, më shumë e njohim Allahun te barekutaala. Nëse njëri përmes zemrës kupton dobësinë që e ka, e kupton varësinë për Allahun që e ka, ignorancën që e ka, këtë i kupton përmes zemrës. Sa më tepër këtu i kupton e njeh Allahun te barekutaala. Prandaj sa më tepër një zemër ose miresh me zemrën, realisht je marrë edhe me afrimin dhe njohjen e Allahut te barekutaala. Po të edhe pse fatkeqësisht shumica e njerëzve thotë janë ignorant në këtë pikë apo. Në atë vakt, e mos flasim për kohën tonë. Shumica e njerëzve nuk mirën me çështën e zemrës. Shumica e njerëzve nuk e trajtojnë zemrën si duhet. Nuk i qasën problemet e zemrës si duhet. Nuk i kushtojnë vëmendje as kohë zemrës sa duhet. Prandaj edhe përplaset në luginat e ndryshme të dunjos, Allahu na ruaj. Edhe si pasojë e kësaj neglizhence, si pasojë e këtij njërimi, thot wallahu yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Allahu xhalla wala do të depërton, do vendos pengesë mes zemrës dhe mes Allahut azza wa jalla.
sikur se ka përmend Allahu në Kur'an, domethënë kur flet Allahu xhallahu ala don istajibu lillahi wa lirrasuli, përgjigjni Allahut dhe dërguar lima yuhikum. Wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Përgjigjni Allahu xhallahu ala na që Allahu ka ftuar, na që Allahu ka thiti përgjigjen. E nëse nuk e bëni këtë, nuk përgjigjeni, nuk keni zemër të përgjigj, wallahu don dinë se Allahu yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Allahu xhallahu ala vendos pengesë mes njerit edhe zemrës. Mos shikoni tash kur njeri është me një anë e zemrës me një anë. Don, para këtë braktisë kaq më zemrës pse ka pengesë, nuk e shëmo zemrën tjetër. Do mos përgjigjen te Allahu te barekuhu teala, mos nështrimin te Allahu xhallahu ala, mos timi ka Allahu te barekuhu teala vendos një pengesë që e ndon njërin nga zemra tjetër. E ndon njërin nga zemra tjetër. Qysh ndodh kjo? Jo në kuptim të ndarjes fizike, po të ndarjes së angazhimit. Njëri angazhohet tani ke dikon tjetër, ndërsa zemra ka dikon tjetër. Do angazhimi i njerit, preokupimi i tij, mundi i tij nuk është në shërbim të zemrës, po është komplet në një anë tjetër. Sot njerëz që kanë, sot angazhimi i njerëzve ku është? Në shërbim të barkut, në shërbim të zemrës apo në shërbim të epshit. Andaj autori më vonë ka vënë kapitull të posaçëm për problemin e barkut dhe të epshit apo. Sa është problem kryesor që e pengon angazhimin për zemrën. Shumica e njerëzve pse nuk hyn me zemër? Janë të angazhuar me barkun e vet, në luksin e materializmin e dunjan e kështu me radhë. Andaj dunja ku ka me zemra, ka e diku në periferi, me një dhomë diku në braktisur e vetmuar, kush me të smirit, as kush për të interesuar. A është zemra e pastër, a është e shëndosh, apo është zemra që duhet, apo dëgjon zemra që duhet. Këtë kur kush mirë me ta. Mirë po, një plur symhi shkon te mjeku me njerëz po shumë mirë si trobët mjegull apo çka është ajo problemi që kamet yahulu baina al-mar'i wa qalbi. Në njeri ka një pengesë. Zemra është verbu, tërësisht nuk shë, nga se Allah e ka cituar zemrën si të verbër, apo? Zemra është smundë, është duke lënguar dhe në vdekje, kush me të smirë, thëmë. Që e ndarja mes zemrës edhe njerit, apo? Njeri pasaj krejt angazhimin, krejt preokupimin, krejt galën e ka të çështja tjetër, apo? Që nuk është e ndëll me zemrën. Edhe kjo është dënimi më i madh që merr robin dunjë. Dënimi më i madh që robi merr dunjë është Allahu te barekuhu teala me ja largu zemrën nga jeta e tij. Dikon tjetër. Jeta e tij në dikush, tani kjo është jetë realisht e kafshëve. Për shkak se kafshët nuk mirë me zemrën. Nuk mirë ato, nuk ka kafsh që mirë me sinqeritet, me tevakkul. S'dena më. Komplet angazhimi i kafshëve që është në plotësimin e kërkesave të epshit edhe barkut. Këtë që të e kanë ata. Në forma tjera, ndryshe, këtë të shka është, po në fund ditës, qka është e kërkesa e kafshës, që kja është? Nësa njeri e ndryshe, njeri e kërkon zemrën, njeri punon për zemrën, njeri që është duhet. Përndaj Allah Gjallore ka ngrit njeri mbi, krijesat e tjera për shkak se ajo është i angazhuar në një drejtim tjetër. Edhe pse autori ankohet për në atë kohë ti, se shumica e njerëzve nuk mirën me këtë zemër. Me gjithë këtë rreziq që ka, me njoftë Allahun, mu afru tek Allahu te barekuhu teala, rreziku që mu shkput zemrën nga jeta e pastaj mu shkput aty nga epërsia kështu më radh. Megjithatë, shumica e njerëzve nuk hyn me këtë çështje. Andaj nga treguesit e kësaj ndërhyrje mes njerit edhe zemrës, thot en yamna'hu min ma'rifati wa muraqabati. Subhanallah. Do që Allahu xhelalu me priu nga njohja dhe mbikëqyrja. Po nuk e njeh Allahun azhjal dhe nuk e preton mbikëqyrjen Allahu xhelalu ala. Kjo është provim i madh. Kush e preton këtë si provim? Kush në sabah kur quhet të thot subhanallah, sot që nuk jetova, nuk e pretova që Allahu po më shafton. Apo me pas këtë dert apo më shumë. Shkon ndoshta me ditë, me javë, me muaje, këtë ndjenjë mbikëqyrje sa thon çysh pa Allahu, çysh shonai Allahu azza xhal, çysh u ngrit veprat tek Allahu xhelalu ala, këtë gale se ka hiç apo. Ani kjo është ukuba. Që është muhlikat, që ka me që ka një shkatrim me madhë që ka s'ka, prishe me madhë që ka nuk ka, që ka prishe kryesore, që ka realisht rënimi jetës. Prandaj sot edhe koncepti i rënimit ka ndrua, ju ka shkatru jeta njëta. Pse ju ka shkatru jeta? Për shkak se ka pas një sprovë në familje, ka pas një sprovë në pasuri, ka pas, apo, sprova e zemrës, zemra ku është? Nësa jeta është shkatru, që mati pas se ke jetu, dhe me të privu Allah nga njohi Allah të azogjel, me të privu Allah xhallahu ala nga mbikëqyrja Allah të bartara, mbikëqyrja e cila të disciplinan e të edukan që me bo, është dënim i madh. Andaj thot, fe ma'rifatul qalbi
wa sifati aslu din. Shikoni këtë gjykim e rëndësishëm të ndëllëzër për tema që po flasim këra, edhe si tani na si muslimanë gjykojmë këtë tema. Thot njohja e zemrës dhe cilësive të zemrës, domethënë smut, është sikur të kanë mësuar, thot aslu din, baza e fesë që ka. Kjo është çështje kur ki kohë periferike, apo na marrë bazat e fesë. Çe baza e fesë? Baza e fesë është zemra. Dhe që të rrinë imani, që të rrinë dëvëshmëria, me të njët Allahu Azza wa Jall, ani bazat e fesë janë, realisht që kjo është esenca, që kjo është baza, që ka thonë pejgamberi sa idha saluhat, saluha al-jasadu kullu. Nëse ajo në rregull, këtë në rregull, që kjo baza, nëse ajo prishet, krejt prishet, këtë rënohet. Edhe është esasu tariqi salikin, edhe është baza e rrugtimit të udhëtarëve ka Allahu te bartala. Ata që janë salikin, që tek Allahu xhallahu ja ka mësuar me shku, baza e udhëtimit është kujdesi për zemrën. Tjetër pastaj në periferike. Tjetër pastaj periferike. E pastaj autori ka më përmend se çysh ndodh domon me vendos në periferi zemrën. Nga epiqendra në qesë në periferi. Nëse Allah ka bënë në epiqendra. Gjitha këto të ndërrollë që probleme që përmenëm, për kundër rëndësisë që e ka, ku e kanë bazën? Kush na ka lutë këtë lojë? Kush na ka mashtru? Pa dym është shejtani. Shejtani. Andaj autori thot, medakhilu iblis ila qalbi al-insan. Qysh depërton iblisi tek zemra e njerëzit? Kur depërton iblisi tek zemra e njerëzit, pastaj e çrregullon normal, e prish. Edhe e largon nga vëmendja, nga epiqendra, e çon periferi e probleme të tjera. Thot autori thot dije thot se en al-qalba bi asli fitratihi qabilun lil-huda. Zemra në natyrshmëri e ka me qenë udhëzuar. Do të thotë ka kriju Allahu xhalla wala natyrshëm me udhëzu, natyrshëm me kërku Allahun te bareke o taala. Thot po normal edhe ndikohet nga epshi që është pranë saj, ndikohet nga nefsi që është pranë saj. Dhe thot është një lloj betejë e vazhdueshme që zhvillohet mes, domthon, ushtarëve me lajke që janë të autorizuar me rujt zemrën e besimtarit, por edhe ushtarëve të shejtanit që janë të autorizuar me rrëmbi besimtarit zemrën. Këto dy ushtri nuk luftojnë me zvete. Nuk ka kështu betejë me lajket me shejtan, kështu luftojnë kështu apo. Kjo tjetër çka është apo? I po luftojnë rreth zemrës apo. Do njëra palë i ofron zemrës material që nëse forcohet bëhet me një palë. Tjetër i ofron material nëse e merr bëhet me palën tjetër. Do të ndaj zemra tash fillon me kalon një gjendje ku njëra gjendje është origjinale, tjetra është momentale. Shumë interesant. Do për shembull Allahu kur thot autori përmend min sharri al-waswasil khannas. Na ruaj Allah nga cytet e khannasit, shejtanit apo. Mundësia që zemra më u prek nga vezvesja është shumë e madhe. Dhe prekemi në ato. Mirë, po a është kjo gjendja e zakonshme e zemrës apo është momentale? Momentale. Pse është momentale? Për shkak se zemra në origjinë është e udhëzuar, ama ndodh më prek nga vezvesja. Ndodh më prek nga vezvesja. Para nuk kur për shembull gjendja origjinale esenciale e zemrës është vezvesja, po ndodh më diku nga jeti apo. E kundërta apo. Çto betejë apo. Cila është gjendja jote stabile? Cila është gjendja jote origjinale? Do me cilën gjendje identifikohet zemra jote? Me gjendjen e parë apo me gjendjen e dytë? Çka më rëndësi? A ndodh pas se zemra më prek nga një vezvese? A ndodh nga një për shembull zemra ndoshta me ngacmu ndonjë epsh? Këtë është pjesë betejës, normal që nuk ka mundësi kur mi nol ta zona se dunia është pjesë dunia është e ndërtuar mbi betejë, mbi konflikt, mbi fërkime, është e tillë atë. Atë normal është i prekësh nga vezvesja, normal që i prekësh nga ndonjë lakmi, nga njëre me pa kuptim, do të punë, pa aty mentale. Nëse reagon besimtar që duhet, largohet atë. Mi po cila është gjendja identifikuese. Kjo konzoj të rruzër, vallahi është çështja më e madhe në tonë. Më e madhe në tonë. Cili është letënjoftimi i zemrës tonë. Kur Allah ka pa këtu për shembull kur talimi letënjoftimin kush jeti, çenim që kjo apo. Kur Allah shikon zemrën tonë, cili jeti apo. Cili jeti apo. Ai që kjo.
Me cilën zemër identifikohesh tek Allahu te bartalla. Me cilën zemër njihesh tek Allahu xhalla xhalu. Me cilën zemër njihesh tek melajkat e Allahut azza xhall, që e shohin zemrën edhe i ofrojnë ndihmë dhe i ofrojnë përkrahje. Sa kena pranuar përkrahjen e melajkeve, e sa kena refuzuar përkrahjen e melajkeve. Madje sa kena përjetuar këtë përkrahjen e esencës, ose sa kena ndinë nevojë për këtë përkrahjen e esencës. Është çështje më që ka të bëjë me zemrën. Në gjitha këto tema pse e bën ajib. Ku punë e zemrës që ka interesant kjo punë. As te gjymtyri nuk ka çështje. As te gjymtyri ka sikurse zemra. E pse për zemrën ka tema të shumta, i kena përmendur të udhërimet e zemrës e tema tjera. Unë vetëm po flas për zemrën në kuadër të materialet që e ka shënuar autorin këtë libër. Por nëse ka shumë çështje që kanë të bëjnë me zemrën. Andaj thot autori Sharri al-waswas al-khannas, çka është waswas al-khannas? Çka është khannas apo? Khannas është është një shejtan i cili vjen i madh, po kur të përmend ti Allahu xhallahu ala zvoglohet apo. Domthon gjendja e zemrës është e tillë që identifikohet me dhikr. Me dhikr. Dhe kur zemra funksionon me dhikr, shejtani bëhet khannas. Ama kur zemra nuk identifikohet me dhikr, nuk bëhet ai khannas. Që ta njërë ka thonë, unë e përmani me Allahun, nuk e përmani. Do të me pregatit zemrën, apo që kur të përmani Allahun gjellera, përmani asaj e zvoglan shejtanin, e dëbën shejtanin. Jo çdo zemrë e dëbën shejtanin. Jo për çdo zemrë është shejtani khannas. Khannas është ai që vjen i madh si ballon. Po pastaj kur e preksh përthan. Përmani Allahun te bareke o ta'ala. Andaj thot që kjo është ajo që e bën shejtanin munin ngusht, se autori përmend se zemra ka një hapësirë, betejë është tek hapësira, apo. Sa më shumë ja kufizojmë hapësirën e shejtanit apo brenda zemrës, apo dëbimi është më i lehtë se hapësira është më e kufizuar. Thot wa idha waqa'at al-ghaflatu inbasat. Nëse dominon gafleti zemrën, ai zënohet apo. Nëse ajo që i garanton territor shejtanit është gafleti. Nëse ajo që ja cënon territorin shejtanit brenda zemrës është dhikri. Ama jo dhikri i gjuhës me përmend. Po më kujtu Allahun, me njoftë Allahun xhalla xhelaluhu, meditimi për Allahun azza xhel, kur të bën dhikr me kuptu çka po thuash, dhe këto janë ato që realisht e ngushtojnë dhe e kufizojnë mundsinë e shejtanit me prek zemrën. Thotë nëse çështot është, atëra nuk ka hapësirë. Nëse zemra nuk identifikohet me dhikr, nuk e ka ngjyrimin e dhikrit, zemra, atë normal që ushtria e shejtanit e ka më lirshëm depërtimin në territor, madje edhe zgjerimin brenda këtij territori. Pastaj thot një shembull më sjell për zemrën. Thot zemra është ngjashëm sikurse një kështjell apo. Thot ndërsa armiku që tenton me e sulmu dhe me deportuar kështjellin është gjithmonë shejtani. Është një kështjell që duhet më rujt, apo kështjella gjithmonë don vendosen në pozicione të caktuara, në lartësi të caktuar, ka pas roje, ka pas dyrë, ka pas porta. Këto është dash me rujt që mos më deportu armiku. Thot dhe duhet me i rujt këto porta, nga sa armiku synon gjithmonë me i marr këto porta. Thot mirë, thot, qysh ki mundësi, thot, me i rujt portat nëse nuk i nje. Nuk e din ka mundësi me jepë. Për shembull me talon të një kështjell, e cila i ka për 20 porta. Edhe rruj jepën. Po ku janë këto porta? Dush me ditë cilat ka hena jepën. Dush me ditë ku janë, cilat janë, edhe pastaj mi nda, ma të rëndësishmet, ma të fuqishmet, ku është ma dopt, ku është ma shumëti, për me ditë për me i rrujt këto porta. Nëse nuk i din hyrjet ka hen shejtani, se edhe e ka një strategji, ka hen apëtën. Nëse nuk e din strategjit, dhe cilat porta a i synan me i, nuk mund shme rrujt apëtën. Andaj Allah azza xhel na ka përmend të ndërlozur se cilat janë portat. Këtë i ka shëruar Allahu te bartë. Këtë i ka përmend cilat janë këto porta. Prandaj thot autori se këto porta realisht janë edhe cilësitë e besimtarit apo. Që duhet me i përvetësu dhe dobësitë e besimtarit që duhet me i largu apo. Sa më tepër cilësi përvetësojmë që duhet me pas, portat fuqizohen. Sa më tepër dobësi që nuk duhet mi pas, vënohemi në largimin e tyre, dobësohet rrugëtja e portës. Don realisht veset janë dobësia e kështjellës.
ndërsa virtytet janë portat e kështjellës apo. Dhe të duhet gjithmonë me i fuqizu virtytet dhe me i largu veset. Nëse vonohesh në largimin e veseve, i ke jap afat mjaftueshëm armikut që me u organizu, me u mobilizu, me u rështu, me godit, desa të ushti kismeta ku mbon jetën me heket, desa të bërt një jetë me heka, ka depërtu. A i ku depërton, nështë ati atë portë e mshil, mirë po, kërdia që aja bën mrena është, me koste shumë të nalta. Andaj, thot, duhet me njoft portat e shejtanit. Dhe përmend disa porta, ka shumë, dhe ndarjet e portave ndryshme, ju kujtohet të libi, s'mune dhe loqi i këna përmend 4. Ato 4 ata që ka përmend Ibn ato janë portat e mëdha. Nëse autori këtu përmend disa porta më praktike, me shembull më praktik, se cila mund të jetë porta ku ai lirshëm depërton. Thotë famin abwabihi al-azima. Sa i përket mundësive të mëdha të tij me depërtu. Çfarë janë ato? Thotë e para është el-hasad wal-hirs. Hasedi apo. Edhe interesante në vazhdim, nëse shikon në argumente e shariatit, domthonë hasedi njerëzit në vlerësojnë, por nuk ka domthonë më shkatruese se hasedi. Nuk ka më shkatruese se hasedi. Për shembull, pse nuk i kanë besuar pejgamberin son? Hasedi. Pse ky pejgamber? Edhe Kurajsh e Mekës, edhe Ehli Kitabi, hebrejt Medinë kanë ditë që është pejgamber. Pse s'kan besuar? Hased e kanë pas. Pse harapi me kon pejgamber apo? Apo krishterët ja kanë pas hased apo? Veç hasedi kanë. E Allah këtë përmend, hasadan min indi anfusihim apo. Veç ato e kanë. Veç e kanë nga hasedi, sura Bekara. E kanë nga hasedi. Nuk dojnë që ti me pas këtë begati, qysh ti pejgamber. Se kanë pranuar ata që i vjen pejgamberi pa bab, pa non, jo i pasën, pa pushtet, e kështu me radhë, nuk e durojnë i pejgamber tillë ata. Hased. Edhe shirin dunia ka filluar me hased. Shejtani pse nuk i përuli Ademit asam? Sa për më ka pas argument si zjarri, jo, hased e ka pas. Hasedi ka qenë esenca. E ka pas hased, i shpërfaq për me një madhësi apo. Ama esenca ka qenë hasedi. Esenca ka qenë hasedi. Po është shpërfaq përmes me madhësi apo. Përmes me madhësi. Se çdo domon ves i keq e ka një bazë, ka një origjinë që e kanë nxit ato. Dhe mendimësia është reflektim i një defekti të brendshëm ato. Mendimësia është reflektim i një defekti të brendshëm. Ai defekti i brendshëm është hasedi. Hasedi pastaj është manifestuar përmes mendimësisë. Për shkak se ai s'ka mundon që unë s'e bëj këtë mirën sejtë. Po ka dosh ene khairu minhu, unë më mirë se kjo. Ai hasedi të vëllazër është shumë i keq apo. Edhe lakmia apo. Në lakmia, zati këtu e ngjajshëm se hasedi realisht provokon lakmin. Lakman pse ka ai, pse se ka mëne, lakmia sapi, lakmia teprume, lakmia psharake, lakmia pa kuptim të apo. Andaj thot autori thot famata kan al-abdu harisan ala shay'in kurubi lakman pa kuptim diçka, te dikush që ka diçka. Jo në punë mira, por nga punë e dunjos, kjo tregon defekt në zemër apo. E shejtani deporton shumë ka aspekti i lakmisë, domethënë, shumë deporton. Thot a'mahu thot domthon e verbnon lakmia dhe e shurdhon. Nuk dëgjojmë më argumente as nuk e sheh. I verbum përmes lakmisë apo. I ambulon atë dritën e zemrës, thot edhe përmes kësaj deporton shejtani tek njeriu. Thot wa kedhalik idha kana hasudan. Njëjtë është ashtu edhe kur është hasedjia, kur ka hasad, thot fa yajdu shejtani hina idhin al-fursa. Shejtani tash gjon shansën e madhe me deportu. Si të ka hasad, thot u qel dera. Porta u qel. Në u qel porta. Shikoni të vëllezër subhanallahu, çish funksionon kjo për te pamjes tona po. Na këtë shumë hasad normal, minimal, çdo qoftë apo me në vetes tona po. Nëse shejtoni çësha. Çësha po u qel deportani apo. Se u qel porta e deportimit përmes hasedit Allahu na ruajt. A ne kjo është normal kur njëri vepron përmes hasedit, ku i përgjigjet kërkesave të hasedit, por hasedi si provokim, si cytje me deportu, ka prekë gjithkusht me të, përmenda më herët. Zemra çdo kujt provokohet me hased. Po kur i përgjigjet kërkesave të hasedit apo ku tash kjo shndrohet një lloj armiqësie, urrëtie ka shi vllaut vet, motrës vet, e kështu me radhë për shkak begatisje e ka dhe ja dëshiron që atë begati me humb, hiç mos me pas, apo atë kjo është funksionimi i hasedit. E kur hasedi është funksional, porta
është e hapur. Porta është e hapur. Edhe depërton shejtani tek njeriu, kur depërton pastaj thot, patjetër që bën që epshi me vlu edhe me dominu, domethënë njerin nga brendia e tij. Thot nga portat e shejtanit është padyshim edhe hidhrimi i pakontrolluar edhe epshi i shënuar. Hidhrimi është të ndrozë njerin me u hidhru, është begati e Allahut, është mirësi, është armë që njeri me të mbrohet. Nëse mos me qenë hidhrimi, s'kish pas luftë. Para me ta marrë dikush shtëpinë, me ta marrë dikush tokën, ty si të noshë, që veç kish. Kjo është çmenduri apo. Hidhrimi apo mundson reagimin. Ama hidhrimi i kontrolluar me rregullat e shariatit, me mendjen e njerit ku e ka kontroll, reagon ku duhet, sa duhet të po. E tash kët begati, do shejtani vjen edhe do me te kaluafën, me te kaluafën. Edhe në te kalim të hidhrimit, çelet porta e depërtimit. Gjithmonë. Sart njëri hidhnohet për te apo, që ta për shembull hapi i parë që duhet me kur hidhnohesh është a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Se biles po ku portë më smeron çeltit që çonën pak aftë. Me marr abdes, me fal dy rekate, që me ndërmarr masa që me pas porta alternative që e mbyllin depërtimin e shejtanit derisa që çot gjendje besimtar nga hidhnimi çetpi sistemit apo. Edhe mundson depërtimin e shejtanit apo. Andaj thotë hidhrimi është realisht një mbulesë e mendjes apo. E mbulon mendjen nuk shën njëri më. Allahu na ruaj. Keni pa njerëz në hidhnim kur kanë për shkak të prum mund me vra, mund të ndodhë me bëvë veprime, thotë çka bëna mos e pa. Moment ka qenë, u kriju. S'ka mujt me kontrollu veprimin e tij. Ka mundsi njeriu fatkeqësisht mundet me shpreh hidhrimin e tij edhe në raport me fëmijën e tij ose me gruan e tij ose me dikon bakja shpreh shkurrizim ose probleme të caktuara që vështirë të riparohen, këtë ka ndodhur në raste të hidhrimit të pakontrolluar. Andaj këtu shejtani bën lojën e vet. Se njeriu kur se ka vetën kontroll, kush e merr kontroll? Shejtani e merr kontroll. E kur e merr shejtani kontroll, kështu me e maksimalizu dëmin brenda periudhës që e ka mundsinë atë. A din që keni komu qetësu, pas 5 minuta, pas 10, 20 minuta, e din, sa nuk kam qenë e përhershme, se që normal shkon tu ra tensioni i hidhnimit, po mbrana çasë kohë të hidhnimit, sot mund të opton don veç jap urdhna. Sa më shumë sherr me botën. Tash sot mrin me bosh sherr s'dihet atë. Mirë po ai tenton që të bosh sherr. Pa e shikoni të nëzër, autori ka njerë, shikoni me çështën e zamrave, çfarë tema lidh atë. Dhe funksionimin e zamrës me çfarë tema e ndërlidh, që ndoshta nganjëherë nuk duken me këtë nivel të rrezikshmërisë, por janë porta që shejtani depërton përmes tyre ato. Thonë gjithashtu edhe nga portat e shejtanit për shembull është të tepruarit në stoli. Pse tepruari në stoli është portë e shejtanit? Për shkak se e zhvendos njeriu nga punët e duhura. Pra, kjo përmend stolia e shtëpive, stolia vetes e kësaj, do më marr shumë me dukje, më marr shumë me zbukurim dunjas, pa kuptim që është në dëm të zbukurimit të duhur apo. Zbukurimit të duhur. Për shembull, është normale që te gratë të jetë më e theksuar çështja e zbukurimit. Që ashtu i ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Edhe Allah e ka përmend këtë edhe në Kur'an. Nëse ajo është e krijuar, ajo është e ndërtuar e tillë që me dorë zbukurimin. Është e vërtetë. Nuk mund tash me kon në një nivel edhe burrë dhe gruaja në kuptimin e stolisë, në kuptimin e zbukurimit, rregullimit të shtëpisë, nuk mund me kon një. I ka ndo Allahu te barekotala këtu. Mirë, po edhe te gruaja, për shembull, meq është e natyrshme dedi ku me kon, nuk duhet me qenë e tepruar në dëm të për shembull përmirësimit të zemrës, e të gjuhës, zbukurimit të moralit, e sjelljes. Po jo këtë çështje me kon e jashtme formale, sikur se kemi te pasërtia, ndërsa pasërtia e gjuhës, pasërtia e zemrës, pasërtia e veprimeve tjetë komplet periferike apo ndoshta edhe fare në agjendën e shqetësimeve të gruas. Kjo është padyshim e dëmshme. Dhe kjo është nga portat e shejtanit që hyn në jetën e burrit dhe në jetën e gruas. Nga duk normal, po kam që me kon bukur. Kur kush pa që gabim është kjo. Mirë po, para se me pasja mu duk bukur e jashtme, po sa ke bo që duket e bukur e brendshme, që duket e bukur rregulluar, domthonë zemra jote apo. Edhe këtu të me pas kujdes apo. Pas kujdes. Se dëshira për pastërti është normale, është e natyrshme. Me rregullu ambientin kur nën është shumë natyrshme. Domthonë vendbanimi i gjon
ku s'është ngusht, ku njëri ka hapësirë të mjaftueshme domon për jetesë me anëtarët e familjes, me nda pjesë e shtëpisë e kështu me radhë, këto kjo në rregull. Po tjetë kjo fundi i angazhimit, tjetë kjo këtë prokupimi, këtë sabër më marr, këtë fuqi më marr, këtë kohë më marr kështu me radhë, ndërsa nëse vjen koha për shkak për një rregullim të zemrës, nuk gjen kohë, nuk gjen mundësi, nuk gjen vullnet, që kjo është ajo që tregon depërtimin e shejtanit fatkeqësisht, që dëshirën për pasostit natyrshme e ka orientu krejt në orientim ku nuk duhet më konë. Pastaj thot edhe normal nga porta e shejtanit është edhe të ngopërt e tepruar. Domethënë, këto janë ato porta e shejtanit që depërton tek njëri, për shkak se një kur të han shumë, domethënë realisht i shtohet lakmia, shtohet epshi, shtohet gjumi, shtohet dembelia. Këto vinë si pasojë ushqimit të tepruar. Dhe në gjitha këto shejtani ka kanë mundësi me ndiku dikon. Apo te gjumi me të privu nga namazi, nga punët e mira, te epshi, ndoshta me shtytë punë e këqija, te në çdo efekt që shkakton stërngopja është një mundësi e shejtanit me depërtuar të njerëzit. Në stërngopja ka efekte vetancore negative, të këqija. Çdo efekt që e sill stërngopja, apo do të tepruarit në ushqim, realisht çdo efekt që e sill është mundësi që shejtani me depërtuar. Gjithashtu edhe lakmia domon sikurse e përmend më këtu e definon pak më tepër që ka nga aspekti material tek njerëzit. E shton lakmin, si shtohet lakmia normalisht shtohet edhe urrëtia, zilia, bokja, shtohet edhe mëkatimi se kështu ka me fitu këtë forma që nuk i takon dhe gjitha këto pastaj janë nga portat e shejtanit. Gjithashtu thot nga portat është el-ajele, nxitimi. Jo punë mira, po shpërthimi i hapshëm, domon nxitimi me vendime, nxitimi në gjykim, nxitimi në shpenzim, nxitim pa mendu mirë, pa i marrë punë mirë, në nxitim shejtani gjithmonë domon e shfrytëzon mundësinë që njërin me devijuar. Gjithashtu nga këto që përmend thot është edhe shiko thot një prej portave të shejtanit është edhe njerëzit me ikshty ka fanatizmi i zbrazur nga vepra. Kjo shumë është domethënë. Për shembull, njerëzit me dash dikon shumë, ama me pasu shumë, apo më e butë është, ama me dash dikon mënyrë fanatike, që ti nxirrin syt për to, a kur të shes sa e pasojnë, sa din për to s'din kurrë, që kjo është dashnia e shejtanit. Se këqyr me rrit dashnin, isla barikadon me tjertë, shkakton probleme, nërsa i zbraz nga pasime. Kjo i ka ndodhë shumë pasuzve të djetarëve të medhhebeve kësë më radhën. Për shembull, e sheh që sytë i nxirr për filan dietari, fanatik në pasimin e tij, kjo është, kënë rregull, a den ti për të diçka? Sa ndjen nga rruga e tij, sa ka njëtën tonë e vepra që lidhje s'kanë me të shka kanë, madje aje ka thonë të kundërtën, kjo s'është, po që kjo që shejtani ka dosh me pru qëtopën. Domthon, e ka di që me privu njërin nga dietarët komplet nuk mundet. Disa ka mujt, disa nuk mundet. Ata që s'ka mujt me i pru komplet nga shkputje nga dietarët, që ka po? U ka rrit dashnin fanatike, verbnuse, duke i zbraz nga përmbajtja dhe kuptimi i pasimit të dietarëve. Qashtu merr edhe me pejgamberin sa më. Për shembull, nga pejgamberi sa më ka met madhërimi nga njëra te kalimi në lavdërim, ndërsa e ka zbe pasimin apo. Lavdërimi ka kuptim me pasim, po lavdërimi pa pasim s'ka kuptim, apo. Për shkak se lavdërohet dhe pasohet. Nëse lavdërohet e nuk pasohet, atë kontestohet lavdërimi. Që pasim ai sinqertë që po e lavdon ti, apo don për më. Dhe Allahu xhallahu ala ka lidh këtë me këtë. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Nëse doni Allahun, dëshmoni mua. Allahun nëse doni për mëna. E pejgamberin, nëse dashnia ndaj Allahut është e kurzuar me pasim ndaj pejgamberit sa, e dashnia ndaj pejgamberit është halama e kurzuar. Halama e kurzuar. Prandaj arrin shejtani që me hit tek njerëzit apo me përça, me shumë probleme, me usmu zamrat, nga se të ndërvozër, pasimi është ai që e shon zamrën. Pasimi pejgamberit është që e mur zemrën, pasimi. Nëse zbrazja e zemrën nga pasimi dhe mbushja e gojës me lavdërim është një lloj mjegulle që ja hull shejtani fytyrës njerëzve
duke më nëse nejna ata që dojnë pejgamberin, nejna ata që e lavdojnë pejgamberin, nuk është kënësi matëse. Nuk matë njësia matëse me poezi që ti i rëfesh me to pejgamberson, me to që ja kushton pejgamber, nuk matë me këtë. Po matë me pasim, sa ke marrë nga jetë ati, nga besimi ti, nga adhurimi që ai ka pas, nga sjellja e tij, edukata e tij, kontributi i tij, lidhja e tij me njerëz që ka pas, shërbimi që ai ka bërë, që kështu matët pasimi pejgamberit, kështu matë dashnia. Po shejtani zbraz nga gjitha këto, fatkeqësisht njerëzit edhe aja që mbetet në fund mbetet lavdërimi. Jesu kusht me Kur'an, ju kalon një respekt formal që domthon nuk lën me prek në tokë, për shembull e puth, e mon në raft, e qëtë parfum, e pështil mirë, ka respekti mirë. Mas i respekti, qka ka? Kur gjë mos ka. As ka hapje, as ka lexim, as ka meditim, as ka përmesim me Kur'an, s'ka kur gjë. Çfarë kuptimi ka kjo me këtë? Çfarë kuptimi ka kjo pa këtë kur gjë? Absolutisht. Në respekt formal, po tek e fundit mund me bëllë dikur që zbeson Kur'an heq respekt, pësa është libri i shajti dikujnë. Andaj të rëzër, duhet në marrë me realitet, që kjo është esenca, duhet në marrë me realitete. Do më thonë, verbnimi përmes formalitetit, apo duke në zbrazën nga realiteti, është port që shejtani përmes të sajtë dëpërton të kënjeptën. E kuptuat? Me të verbnu me formalitet, duke të zbrazën nga dhe boshatis nga realiteti, është port që përmes të saj shejtani dëpërton të kënjeptën. E të marrë mas parim njerë me realitet. Kjo edhe, për shembull, tek grupet caktuara njerëzve, xhamatet caktuara njerëzve, për shembull, ka mundësi që njerëzit moshë me emra, emërtimet e grupit, emërtimet e xhamatit. Mirë, po sa ka përmbajtje të emrit në jetën tonë, që kjo është rëndësia, apo? Sa ka përmbajtje. Se emri kallaj më ngjit fund, apo? Mas kallaj më ngjit emra, apo? Ti mund të shkruani një libër dhe përmbajtje me rëndësi. Në fund titulli mund të jetë po më i lehtë me qitë. Jo voj me qitë titullë me botu libër, veç me titullë, kur se blen këtë libër? Po titullë është i mirë, e kopertina është i mirë, po në rregull, po çak shunta, kur gjë. Prandaj libri është pasimi, libri është nështrimin dhe Allahut xhallahu ala. Kjo është esenca. Andaj shejtani tenton që njerëzit me i angazhu me tituj, me angazhu me formalitete, me emra të mëdhaj, por të zbrazur nga domthon realiteti, të zbrazur nga realiteti. Sikur që e ka pranuar ai një poet i Andaluzisë në periudhën e fundit, kur e ka vajtuar mjerimin që ka kaplu, apo përmend emra të mëdha të njerëzve, ato çfarë emra, don shpata e fesë, ndihmëtori i fesë, Nasiruddin, Seifuddin, emra të mëdha, mirë po, thotë përmbajtë këta, realisht nuk janë as sa për, domthon me largu mocën pi përsheshjes të popullit. Emra në madhe ka, po kur të shkojnë vepra, kërkush heq atë, absolutisht. Përse esenca është do më marrë me realitet, ndërsa formaliteti është më rëndësi, gjithsesi emri është më rëndësi, mirë po rëndësia e formalitetit realisht ndërtohet mbi realitetin, mbi përmbajtjen, mbi esencën. Nëse kjo s'ekziston, formaliteti humb kuptimin e vetëm. Gjithashtu thotë edhe nga domethënë portat e shejtanit me depërtuar të njëri është edhe domethënë orientimi i mendimit të njerit në drejtim të gabum. Orientimi i mendimit në drejtim të gabum. Për shembull, vjen te emrat e Allahut, cilësitë e Allahut azza xal, dhe pasi me menu, për shembull, çysh me u eduku nga emri i Allahut, me lutë edhe me këtë apo nga cilësia e Allahut, thotë e çysh ka Allahu, e ç'është Allahu, e kush ka kriju Allahun, kush ta më shkon aton Allahut. Kush ka më shkon aton kjo drejtimi i gabum është kjo. Apo me mendu njëri në çën e Allahut azza xal gabim o kjo. Kjo është orientimi i gabum totalisht apo. Prandaj shejtani e din që njëri ka nevojë me shku ka Allahu te barekuta ala. Mirë po, e ka të orientuar mendimin dika. Ose ka orientimin e mendimit ka cilësitë Allahut azza xal që prodhojnë madhërim e ushqin zemër me nënshtrim dashninë e Allahut azza xal ose ndodhe kundërta. Nëse njëri për shembull kët dashnin për me njoftë Allahun xhallahu u ka orientuar te çani Allahut azza xal, andaj kanë hyrë për tema domon ku realisht pastaj ju ka gërdit fatkeqësisht komplet tema jo që është shërbim me tafën. Kjo është portë është tonë. Se ti e ke liu me orientu mendimi ka nuk duhet apo. Ka nuk duhet apo. Ose edhe më marr me detaje që në të pa kuptim të për shembull. Urtësitë do punë, e pse kjo kështu apo. Po ti kshure çka ke bëti madhurimin apo. Ndikimi i madhurimit apo. Pse kjo kështu është pyetja e fundit që mund të bëhet apo.
Ama për ta, për shembull është pyetja e parë, pyetja esenciale. Nëse kupton pse s'vazhdon me tutje. Çka është orientimi i gabuar i mendimit apo? Në forcën e të menduarit e keq orienton apo. Dhe përmes keq orientimit depërton tek njëri Allahu na ruaj. Prandaj përmendaj më vonë edhe shumë tjera, një në fund e ka përmend nga portat e shejtanit është su'u e-dhanni bil muslimin, mendimi i keq dhe paragjykimit për muslimanët apo. Ma paragjyku e pat se pat dashti. E di këto mendimet e këqija që janë, depërtojnë shumë përmes tyre. Prandaj të ndërlozër, këto janë porta që autori thotë janë shembull praktik, qysh shejtani depërton te zemra dhe i shkakton problemet e mëhershme. Nëse lejohet depërtimi, realisht fillohet të nënshkruhet kapitulimi dhe shkatrimi. Të normal është kur depërton armiku mbrana kështjellës, tani mos veç kërk, kur kemi në shku kapitullimin, është normal kjo mund. Dhe beteja bëhet jashtë kështjellës apo. Beteja bëhet jashtë kështjellës, nëse depërton armiku mbrana, atëra gjasat për triumfin shumë minimale apo. Shumë minimale. Dhe ne nuk duhet me lu me i fara i mbrana apo. Duke ja kufizuar hapësirën maksimalisht përmes asaj që e përmend apo. Ja duke i njoh porta që duhet me i rujt apo. E thotë wa ilaju dhalika apo. Dhe shërimi i kësaj dhe mbyllja e portave është, domethënë, me mbyll portat normal. Trajtimi i kësaj është me mbyll portat dhe me e pastru zemrën nga cilësitë e shëmtuara dhe veprat e këqija dhe smut e zemrës që thotë do të flasim për to në vim, sikur se përmenda. Ama kjo është ilaçi. Pa që jep me kuptuar të ndërlozë veç trajtimi apo. Pa trajtim, pa angazhim, pa qenë zemra prioritet, nuk ka mundësi kjo çështje më kryq ashtu mirë apo. Do më mbyll dyert, e me kone fortifikume, e me kone zemra me mbrojtje të mirë, të qëndrueshme, nuk mund këtë realizohet nëse nuk ka trajtim, nëse nuk ka angazhim, nëse nuk ka përpjekje, nëse nuk ka prioritet apo. Thotë nëse zemra nuk i domethënë shkul këto cilësi, nuk i nxirr për vetes vet, atëra thotë shejtani mbetet në zemrën e njeriut duke prodhu gjithmonë mendimet këqija, domethënë vese të shëmtuara që njeriu ja shmang rrugën e Allahut azza wa jalla, e çet nga rruga e Allahut te bareke ve teala. E bën një shembull tjetër këtu autori në këtë kontekst për shejtanin, praktik për këtë që e përmend të Allahu. Thotë shembulli i zemrës në raport me shejtanin është sigurisht shembulli i një njeriu në raport me një qen të uritur. Një qen i uritur, thotë nëse shen dorën tonë mish, shen dorën tonë ushqim për të, ai sulmon më tepër, se ai shë arsye për më të vërsul. Ai shë arsye për marrë çka të tepër. Po nëse të shë ushqim për të aptën, ti nuk je bërimi ushqim për të, ai fillon më largu me kërku dikon tjetër. Ai nuk bën qen nuk vërsul të kabari. Nuk vërsul të kabari, as ka bimt, as ka lulet, po vërsul të kamishe. Apo edhe këtë thotë apo, nëse zemra do të ka mish që e provokon se të hajde, normal që ka marrë vërsulet. Nëse zemra do s'ka shenja që e joshin shejtan marr, ai ka marrë si shejtan që vjen, po jo i joshur, jo i inkurajun përmes në zemrën tonë apo. Po që këtë varet për njëri tonë, këtë varet për njëri tonë. Don çysha ke përgatit ti shejtanit mundsinë për me qenë këmbgul veç me isë ka për çka mi ose s'ki çka lip se këto don është i rrethuar, është domon është diçka që s'ki çka lip aty. Për shembull shejtani a shpreson se ka mundësi me deviju përmes tevekulit, a me deviju më shumë përmes hasetit. Është dishme ato. Ai me mujt me deviju edhe me iman devijon. Edhe me Kur'an devijon, kjo nuk përshtohet, po them si ushqim për të jashës. Nëse shën zemër dikujt fuqi tevekulit apo. Ose për shembull i kënaqsh me caktimin e Allahut azza wa jall. Ç'ky njëri ka haset kashi negative. Cila është ajo thirrja joshë që se këtu ki port hapur që mund të përtu dihet apo. Njerëz që sigurisht e kemi sekën të tjera. Allahu azza wa jall e ka mbyll njeriu për shejtanin. I mbyll ashtu. Natyrshëm. Nëse njëri hap derën vet me i, mos e çorto kërkon pas vetes sonë. Shikon nga cila derë ka hy, cilën portë e ke lënë hapur, çat portë mbyllë edhe të bëhesh edhe nga zemra jote. Ç'ka më rëndësi?
Dhe shumë njerëz që kanë shumë vezvese, fatkeqësisht tronën besim ose punë tjera, ose kanë probleme të caktuara në adhurim e kështu me radhë, on kërkojnë zgjidhje jashtë problemeve që ka shkaktuar. Jo, ktheu në origjinë, ktheu te problemet që ti ke shkaktuar. Qyre mos ki hasad, mos ki ndoshta në lakmi, mos ki diçka nga këtu apo mbylla. E po njerëzit nuk janë të gatshëm me u marrë me problemet e veta. Dojnë për shkak një përgjigje që bëhet përgjigje ti ja shëron problemin e tij. Me një fjalë e largon ai cytjen. Me një dua largohet. Nuk ka kështu apo. Nuk ka kështu. Por situata është komplet më e komplikuar dhe më ndryshe sa të jetë një lutje apo të jetë një adhurim apo dy rekate, një rukje apo jo. Situata është këtë më ndryshe. Këtë më ndryshe. Andaj thot autori se nëse njëri i hap derën atëherë shejtani çka bën? Ai nuk ka mundësi të rrozë me bu më shumë se sa me mbjell dyshime, me mbjell dilema, me mbjell mendime të këqija, që ato e ngarkojnë besimtarin, pastaj ja është vendosur vëmendje këtë dikon tjetër e lodhen në adhurim. Çto i bën ato? Sa më i fortifikuar është më i ruajtur dhe më i mund ka shi problemet e këtij. Normal, sikur se cika më herët edhe këtu autori përmend se domthon një lloj përshpëritje brendshme, cytje caktuar formale, superfaciore e pranueshme është. Por nëse kjo shëndohet në vendim, atëherë në qëndrim, në reagim, atëherë është problem. Sikur se ka thonë Allah, pejgamberi alayhi salatu wasallam, nëse dy besimtar ballavaçohen me armë, atëherë edhe vrasësi edhe i vrami është në xhenem. Ka një Resulullah për vrasin bedin, për i vrami, pse vrami në xhenem? Ka se edhe ka qenë këmbgës me vrau Allahun atë, veç ka mujtë. Do të kjo është vendim ka pas. Ka pas vendim, prin, mrena ka pas. Vendim, pse s'ka mujtë për shkak të tjera diçka tjetër atë. Andaj kur arrin mendimi i njerit, cytja e njerit deri në nivel të vendimit, apo atëherë kjo është veç tregues indikime të shejtanit apo. E pse nuk e jetson mendimin, pse s'ka mundësi. Se me mujtë e kishë buaftë, apo. Atëherë kjo nuk ka më vezvese, kjo mendim i njëri që ai e ka. Për isso është mbrana vetësi, ai s'kish dashur me bu, nuk e dosh me menu, e lufton, e reziston, kjo gjendje e mirë, stabile apo. Është mirë, se ti po reziston, po lufton, nuk po do me pranë një gjendje tillë, kjo vezvese. Luftoje sa lufton xhihadi apo. Prandaj këtu të rrezë, kjo është me gatë veç sa për më sqaru, domthon shpesh edhe gjatë përvojave, edhe gjatë leximit, domthon konvrejt se në trajtimin e dilemave që njerëz kanë rreth islamit ose rreth pejgamberit e kështu me radhë, domthonë është shumë rëndësishme me bëu fillimisht dallimet mes vezvesës edhe dilemës. Shumë njerëz kanë dilema që mendojnë se shumë njerëz kanë vezvese që mendojnë se është dilemë. Nuk ka dilemë, vezvese është atë. Se pak më bëhet e thjeshtë është që se ka ai këtë dilemë. Po vezvesën e ka trajtuar si diçka personale, edhe pastaj e ka kthyer në dilemë. Dallimi e vezvesës e dilemës është esencial për me vazhdu rrugtimin pastaj në trajtimin e vezvesës ndaras nga trajtimi i dilemës ndaras. Dilema trajton ndryshe, vezvesa trajton ndryshe. Për shembull, një nga dallimet është se vezvesja nuk trajtohet me argument. Nga se vezvesja komplikohet me argument. Nëse ka vezvese për aty ka thonë Allahu argument që kjo ai shkon të kompliku. Pse? Pse vezvesja e thjeshton argumentin edhe e bën të papranueshëm. E thotë pse as ky argument s'po mbin mua. A dilema kur është dilema me argument fikët. Andaj vezvesa nuk bën atij që ka vezvese mi thon argumente. Aty do me rretun ndryshe apo. Andaj edhe këtu autori thotë nëse për shembull është vezvese kalimtare, jetë duke rezistuar, nuk ka kaluar në nivel të vendimit e qëndrimit, është diçka tjetër. A nëse ka kaluar në nivel të vendimit, po unë që më nai, unë kam dyshim këtë çështje, vetë e konfirmon dhe është i qetë nga brendia për këtë që thotë, atëherë kjo është gjendja tirade, që kështu të që ky njeri duhet me trajtu pastaj me argumente sikur që e përmend. Pastaj autori thotë andaj duke pas parasysh gjithë këto betejë, këto probleme, rrezikë që i sin zemrës, thotë, domthon kanë ardhur argumente të shumta që përmendin lutje të posaçme për me ta ruajtur Allahu zemrën atë. Se betejë është e madhe veç Allahu mund të më ndihmu, edhe ka përmend këto duat e pejgamberit alayhis salam, ya muqallibal qulub, që më shumë ka bëu dua, pse ka bëu dua? Pse çto është betejë më e madhe, çto është rreziku më i madh, çto është kështja që duhet më ruajt, andaj edhe në pas duat posaçme për zemrën. Dhe në përfundim të këtij kapitulli të ndërruar, autori përmend, domethënë përmend tri lloje të zemrave në raport me këto betejë. Don zemra në raport me
këto betejë. Në raport me qëndrueshmërinë, stabilitetin dhe dobësimin dhe humbjen në këto betejë, në këto porta, në këto kështilla që i përmend si shembull, po këto kjo çështje e këtyre betejave. Don cila zemër qëndron e cila zemër dështon apo. Thot zemra, thot dije se i përket zemrave të qëndrueshme karshi harit dhe të paqëndrueshme karshi harit, të qëndrueshme karshi sherrit dhe të paqëndrueshme karshi sherrit, don qëndrimi dhe mungesa e qëndrueshmërisë dhe stabilitetit, thot zemrat ndahen në tri kategori, tri lloje. Thot e para është qalbun umira bit taqwa wa zakaha bir riyada. Kjo që i përmend këtu këtë pastaj fillojmë me detajzu më vonë apo. Thot është zemër që është ndërtuar me takwa. Do shikoj gjithçka në të është e ndërtuar me devotshmëri apo. Se kur për një ndërtesë e fuqishme, po ose këtë tigullat e këtë ka me këtë material apo. Andaj këtë tregon se është e fortë. Edhe kjo zemër është e ndërtuar me devotshmëri. Kur është e ndërtuar me devotshmëri, është ndërtesa më e fuqishme që nuk ka mundësi me depërtuar të shejtani. Thot edhe e ka pastru, e ka ndërtu me devotshmëri dhe e ka pastru bir riyada. Riyada është domthon me trajnim. Pastrimi i vazhdueshëm. Qysh pastrohet për shembull? Sikurse për shembull njëri që forcohet ose pastrohet nga smundjet e caktuara përmes ushtrimeve, trajnimeve të caktuara, çashtu edhe zemra i ka ushtrimet e veta, i ka trajnimet e veta që duhet besimtari me i ndjek me vëmendje dhe disiplinë për me pastru zemrën. Andaj që të pastrohet nga sillet e këqija, nga mendimet e këqija, e ato që realisht e dëmtojnë zemrën dhe bëjnë të pafuqishme karshi betejave me shejtanin. Prandaj kjo është zemra e parë. Zemra e qëndrueshme, stabile, e ndërtuar me devotshmëri, e pastruar me trajnime dhe domthonë e disiplinuar nëpër udhëzimet e Allahut te barekotal. Zemra e dytë është zemra e gjynzuar, zemra domthonë e humbur, ajo që është e mundur, e ka mujt shejtani. Domthonë me çka e ka mujt, duke e mbush me epsh. Se shejtani nuk rën zemrën me anë, e mbush me epsh edhe u kry. Nga se kështu e nxjerr nga funksioni real zemrën dhe përmes epshit pastaj e dirigjon zemrën se çka më menu, çka më thon, çysh me i menaxhu gjymtyrët ushtarët e vet që i ka e tjerat me radhë që edhe kemi përmendur në situatë të tjera. Prandaj thot forcohet pushteti i shejtanit mbi zemrën për aq sa forcohet prezenca e epshit në zemrën. Epshi që nuk e ka vënë në zemrë, ka vënë jashtë zemrës, shejtani e çon te zemra. Dhe zemra bëhet epsharake. Zemër lakmiqare, zemër hasedgjike, fatkeqe në udhë bila. Merë cilësi që si ka, si takojnë, po i merë të cilësi, dhe atër kur bëhet e tillë, e dominuar dhe e pushtuar nga veset të këtilla, thot autori, atër e shejtani dominon mi tapën. Në pakso drita, nuk shkon duke u rësu, nuk ecë. Këto probleme që shfaqen tregojnë që ka dominim të shejtanit. Thot edhe zemra e tretë, thot zemra e cila domethënë në fillim e ka problem, domthon, e ka problem orientimin. Nuk ka të dominuar nga para dyta, por është një zemër që ka iman, një zemër që natyrisht me do të mirën, por s'ka fuqi me marrë qëndrim atë. Nuk ka fuqi me marrë qëndrim atë. Andaj kjo varet nga forca e ndikimit edhe shkon, ose nga imani ose ka epshi apo. Do nëse epshi e dominon logjikën për me arsyetu punë të këqija, shkon ka punë të këqija. Nëse për shembull mund me kon situatë më e favorshme për zemrën, me ndonjë argument serim caktuar shkon ka punë e mira. Mirë, po kjo gjendje të ndëllëzë që përmend këto autori është gjendje fillestare, nuk ka mësi me kone vazhdueshme. Nga sa e dikur s'ka qëre po për së dika, dikun ka me shku apëtën. Mund të jetë fillim, në hapat e parë të udhëzimit, në hapat e parë të trajtimit, e kështu me radhë mund me kon pak jo stabile, e pa vendosur. Nëse nuk merr masa për vendosmëri, shkon ka shejtani patjetër. Nëse merr masa, shkon ka Allahu te bareka u taala. Prandaj kjo gjendje është një gjendje që më thon mesatare, jo në kuptim pozitiv mesatare, po është një gjendje më thon më tepër e fillimit dhe e momentit sa që mund të jetë stabile. Për shkak se normal kjo zemër duhet me përcaktuar ndim ka komë shkuar.
Mirë po, këto autori përmendën edhe çështën e rëndësishme në fund të ndozën, nëse kjo zemër në mungesë të dritës, në mungesë të dijes, let manipulohet apo. Manipulohet let. Jo është përmes epshit apo. Po manipulohet edhe përmes disa bindjeve që i ka, po nuk din me i përdor ç'është duhet. Nuk din me i përdor ç'është duhet. Për shembull, kur dëm për shembull shejtani me udhëzu ka hekeqja, për shembull, thot, ku je ti me filan dietare? Ku je ti me filan për shembull hoxhe, e kështu me radhë. Ai ka rënë këtë gabim. Filan ka gabuar. Do të tenton me arsyetu. Dallon ku për shembull mëkati bëhet si joshje në mëkatim me epsh, edhe kur mëkati bëhet si pasojë e arsyetimit logjik që mënon se ki arsye. Shejtani mënon dikuna ja çon mëkatin, e çon mëkat përmes epshit. Ja rrit dozën e epshit, s'ka mundësi më rezistu edhe shkon ka. Edhe se nuk është mirë, edhe se nuk duhet, po s'ka forcë më ndalovën. Kjo është mëkatim përmes epshit. Ka njerëz që i shtin me mëkatu përmes arsyetimet të mëkatit. Po situata, po qyre këta dhe e ka bo, kjo e ka lëshu, kjo ka shku, kështë më radhën. Dhe e mashtron. Nga se edhe këtu kapsh, së dhe se papsh, s'funksionan kjo apëtën, po tentuat epshit të arsyetohet, tentuat epshit të racionalizohet. Epsh i racionalizum. Epsh do me nuanca të arsyes, të mendimit, logjikës, logjikisht apëtën. Kështu i ka deviju shumë edhe për grupacioneve në të kaluarën e sot edhe për njerëzve kështu më radhë, kur për shembull ja ngrit një kauz të madhe, po pastaj përmes kauzës i shkatëron në loginet e dyshme qoftë të bidatit, qoftë të mëkatit, qoftë të përçarjes, qoftë të punëve të këqija kështu më radhë, më rëndësi që u amban kauzën të gjallë, jo për që ta po munoni, e tjerat pastaj nuk janë më rëndësi apo. Ai të vëllazër edhe devijimi që ka deportuar shejtani tek xhawaregjit e parë për shembull, ai s'ka deportuar. Ai epsh është. Se krejt fraksion quhen ehl hua, pasus të epshit, edhe epsh është. Po ju epsh sikurse e çantën tjetër zinon që ka qu. Jo, këtu jo ka bëu zinon kufër, ama s'o problem. Te xhawaregj zinoja është kufër. Te xhawaregj me pirë kur është kufër. Apo gjinoja është kufër te xhawaregj. S'ka ti do psot imani ja. Ja ki imani as ki iman. Ta një punë të prema apo. Edhe ja u ka pru shejtani logjikisht këtë punë. Se ja ka iman, ja s'ka iman. Dhe basa e tani i ka bo që me gjyku për shumë sahabët me kufër në udu billah, e me bo atë vepër që e ka bo Abdurrahman ibn Muljam, ka vepër të shëmtuar. A dini për shembull të në veç me përndu se është dobi me përmend këtu, sa perfide mund me konë, po domethënë sa perfide mund me konë në këtë aspekt, në raport me këtë zemër të pastrukturuar, të pandërtuar, sa mund me konë për shembull subhanallahu me pasojat mëdha ndikimi i shejtanit. Abdurrahman ibn Muljam, ai që ka vrarë Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, don a dini kush ka qenë? Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu ka lyp nga Omeri me aqu dikon që i mëson banorët e Egjiptit Kur'an. A dini kur e ka aqu Omeri radhiyallahu anhu? Që ta ka aqu. Ka thonë, po t'jaj për parsin ndaj vetes, ballë po vin mua që to, po ta çoj ty jotën. E kur ka shkuar atje, ma të menu që haku po librit, këta kanë marrë pushtet, qëreu dunjan, apo, i ka ishë ka aspekti i rrugjes së dinit, apëtën. Edhe kër i ka po, përsham, Amr ibn Asin, nështë në palat, e ka po, kush edhe i ka lidhë dikun, apo? Kër ka ndalë xhawaregjit, realisht është bashku. Se shikoj njëri ka njerëz të vëzë, ka mendime, por nuk din kujt i përket. Nuk din me komo bofën. Momenti kur shfaqet përkatësia e thot me çtemën apo. Pse? Nuk ka si ata e kanë bind, pa i ka lyp gjithmonë diçka që shtohet. Ka lyp diçka shumë ekstreme, shumë radikale, shumë goditse, se sa të lëshojmë na çuça bota apo. Edhe ka dalë edhe dije domthon, e ka vrarë Aliun radhiyallahu ta'ala anhu namaz sabat, bile kur e kanë pyet, ai ka rapi shmonit, kanë çka është vepra kryesore që shpresoj që me të Allah me fund xhenet apo. A përshën, dhe në qëfa drejgje ja ka lutë shejtani, kjo është epsh, pa tjetër që është epsh kë. Se nuk është epsh veç lakmia për dunja. Epsh ka forma tjera. Mi po, që shumë manifestu kjo epsh? Me logjik, me arsye.
Ka tentu me arsyetu, domethënë, epshin që përmes tij me devijuar. Në kjo zemër që nuk është e struktuar, nuk është ndërtuar të vëllazër, domethënë që tenton mendon se po është duke fitu, nëse është duke humb, është ajo që realisht nuk ka mundësi me i qëndru ballë vezveseve dhe çytjeve dhe ngacmimeve të shejtanit. A njëri ka mundësi humbën i betej, bën me një mëkat, gabim ka, Allahu falt, e merr veten, tenton mu ringrit, kjo diçka tjetër apo. A me kjo zemër është problem se kjo mundet që në fillim me marrë një orientim të gabum, edhe pastaj tan kohë menuse është duke bërë mirë ndërsa realisht është në binart e gabuar të rrugtimit të vetëm. Kështu që këto janë tri zemra që duhet me pas kujdes njëri cila është zemra jote. Nëse identifikosh. A ka mundësi njëri me pas të trijat? Për një herë ja, po ka mundësi me të trijat me pas punë. Herë kjo, herë ajo, herë kjo apo. Duhet kjo punë. Prandaj sa më tepër e ndërtojmë zemrën me devotshmëri, sa më tepër kujdesemi për zemrën, sa më tepër e kemi prioritet dhe angazhohemi që me ruajt zemrën, pastaj tjerat vinë me radhë, aq më e fortifikuar dhe aq imune është kashi problemeve me shejton dhe aq më të mbyllura i ka portat në raport me çdo tendencë të shejton me depërtu. Sa më tepër neglizhohet kjo temë, nuk është prioritet, nuk e marrim me seriozitet, porta shkojnë duke u lshu. Për shkak se s'ka mbrojtje, s'ka kujdes, s'ka seriozitet dhe depërton shejton. E kur depërton të vëllezër, ta nuk dihet çfarë motëm. Xhavarexh, a xehmi, a munafik, a mushrik, të sëmëranësi që abohet më përën. Se tani armiku aty tash veç që është të bu kërdi, derisa ndoshta një forcë do Zotit depërton e nal, se përndryshe nuk ka fund derisa të shkaton tërësisht njëri. Allah na ruaj dhe më e keq që është kur njëri këtë shkatrim e përjeton e në fund thot unë e kam mirë apo. Sikurse përmend Allahu azza wajal ditën e gjykimit për njerëz që në shirk kanë qenë, para shirk kanë qenë në ditën e tani. Wallahi ma kuna mushrikin. Pasha Allah mushrik se na kuna. Allahu të thoj. Para Allah beton se na kuna mushrikin. Ja Allah undur kayfa kadhabu ala anfusihim. Shikoj që kanë rrejt vetën tan kohën apo. Kadhabu ala anfusihim. E kanë rrejt vetën tan jetën e kanë rrejt vetën që në tauhid, në shirkun kohën apo. Ne këto mashtrime, këto lojna ato që i duan shetani janë të rrezikshme. Wallahi kuniri tenton edhe para Allah xhalla wala me lut loj. Shikoj wallahi Allah po thot pse wallahi ma kuna mushrik. Pasha Allah, pasha mandin tonë se na kuna mushrik. Allahut. A'udhu billah. Ne këto gjendë njerëz apo. Me çka bëni këtë gjendje? Me zemër vet. Zemra është ajo që jap këtë direksione këtu rrugtime. Pra ai të zemra është çuditshme apo. Puna është e çuditshme wallahi apo. Do lëviz sillet apo. Habitesh sikurse një pendël në era apo. A gjung kësaj apo. Nuk di çysh rrokulliset zemra në jetën e përditshme. Prandaj duhet një zemër stabile, të fuqishme, një kështjellë të fortifikuar, me dyert të mbyllura mirë, një kujdes i brendshëm, rojtar, të kujdesshëm, vigjilent, syqel në çdo port, nëse don me pas betejë të suksesshme. Përndryshe çdo neglizhencë, çdo lëshim kushton me një derë të hapur që nuk dihet pastaj çka mund të hapet pas asaj dere. Allahu na ruajtë. Kjo është ajo tema që ka me shkatërimet, edhe hyrja në shkatërimet dhe prishet, dhe çu do të besimtari me urut nga këto shkatërime, pastaj vazhdon tutje me tema të tjera që këtej në kuadër të kësaj që folëm deri më tani. Nga se kjo mund të jetë si një hyrje e domosdoshme në kuptimin e temave që vijnë pas kësaj teme në vijim inshallah. Allah na pasoj zemrat tona, na ruaj nga sherrri i shejtanit, cytjeve, vezësve të tij. Allah na mbur zemrat me bindje ndaj Allahut azza xal, me udhëzim të Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Syqelsi që të shohim gjërat ashtu siç janë, na mundson me pa hajrin hajr dhe me pasu edhe me pa sherrin sherr, mu largu prej sherrit, edhe na mundson me dalë nga dunia faqe bardh të shpëtuar nga kthjetrat dhe sytet e shejtanit. Allah i shpërbleft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.